Ka çelur si parin edicionit 13 i festivalit folklorik tipologjik i Vallës Burimore në Lushnjë, për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të trevave shqiptare. 16 grupe folklorike nga të gjitha trevat e Shqipërisë që marrin pjesë në festival, mbajtën një paradë në rrugët e qytetit. Atmosfera e veçantë u kthye në një fest nga grupi këngëve dhe vallave të qendrës kulturore Lushnjë, të cilët mirëpritën artistët. Kryetarja e Bashkisë Eriselda Sefa u uroi suksese grupeve pjesëmarrëse. Jam shumë e lumtur që këtë traditën e bukur të festivalit ne po e vazhdojmë dhe këtë vit është eventi i 13 dhe patjetër që kjo nuk është thjesht një event artistik, por është një udhëtim i gjallë në rrënjët tona kulturore, përmes tingujve të instrumentave të ndryshme, përmes valleve të cilat ne i ruajmë me shekuj, por patjetër dhe përmes kostumografisë tonë kaq të bukur, e cila paraqet dhe historikun e secilës nga trevat tona, ne arrim të ruajmë dhe të mbajmë identitetin ton kulturor. Dhe patjetër që Bashkia e Lushnjës do të vazhdojë të mbështes, sepse për ne është shumë e rëndësishme që të ruajmë rrënjët e të parëve ton, të ruajmë folkun ton. 8 grupe performuan në natën e parë dhe 8 të tjera do të konkurrojnë në natën e dytë, ku do të ndahen edhe çmimet nga një juri e specializuar. Drejtori artistik i festivalit, zoti Niko Kotherja, foli për festivalin si një event që ruan traditat, kostumografin dhe vallën burimore të trevave shqiptare. Është shumë e rëndësishme që jo vetëm të theksojmë që ky është edicioni 13. Vërtet është edicioni 13, por kjo nuk përbën statistik. Pasi çdo edicion dhe çdo mundim i harxhuar ka në fakt atë pjesën e vlerësimit dhe të respektimit që kemi ndaj brezave, ndaj asaj që ka qenë e shtrenjtë dhe e shenjtë për bararencit tanë, të cilët ne ta ruajmë dhe ta sillim në formate të tilla në ditët tona. Kështu që për te shifrës 13 janë 26 vite, 25 vite, çerek shekulli mundim për kushtim për të sjellë në këtë skenë vlerat të valles tonë popullore, burimore të gjitha trevave shqiptare. Një fjalë thotë që tradita nuk është ajo që të ruash hirin, por të mbash zgjuar zjarrin. Dhe ne jemi përpikur që këtë maksim të avem një jetë sa më mirë të jetë e mundur.